Shuma e planifikuar nga KQZ për të realizuar këtë operacion zgjedhor është në vlerë 2.480.000 eurove. Në këtë planifikim buxhetor është llogaritur organizimi i procesit për 100.000 votues të regjistruar në raundin e parë, për 70.000 votues në raundin e dytë, si dhe janë llogaritur shërbimet postare, pra për tërheqjen e dërgesave postare nga kutitë postare në të cilat votuesit i dërgojnë pakot me fletvotime, dhe kjo do të bëhet nga shtetet të ndryshme të botës. Sidoqoftë, ky është vetëm një planifikim buxhetor dhe do duhet të presim përfundimin e periudhës së regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës për të pasur një pasqyrë më të saktë. Ndryshe nga zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, në zgjedhjet lokale votimi jashtë vendit realizohet vetëm përmes postës, pasi ligji për zgjedhjet e përgjithshme specifikon se votimi në përfaqësi diplomatike nuk aplikohet në këto lloj zgjedhjesh. Gjithashtu në këto zgjedhje do thotë KQZ do të sigurohet që shtetasve të Kosovës që regjistrohen si votues jashtë Kosovës për votimin me postë, tua dërgojnë në adresën e tyre pakon me fletvotim dhe materiale tjera zgjedhore që do të janë të nevojshme për procesin e votimit përmes postës. Kjo mas konsiderojmë se do të ndikojë në integritetin e procesit të votimit jashtë vendit. Ndërkaq, është detyrë për votuesit që pakon me fletvotime ta dërgojnë në adresë të kutisë postale të KQZ-s, të cilat do të hapen në shtete të ndryshme të botës dhe në Kosovë.